Kompania Saubermacher që menaxhon mbeturinat në qytetin e Tetovës zyrtarisht ka kërkuar që të rritet çmimi për grumbullimin e mbeturinave. Këshilltari komunal nga Lëvizja Më Mirë për Tetovën, Agron Arifi, thotë se gjatë ditës së hënë, Këshilli Komunal do të duhet të vendosë nëse këshilltarët e shumicës do të pasurojnë një kompani private në dëm të qytetarëve, apo do të dalin në mbrojtje të tyre. Sipas Arifit, kërkesa është që 30% të rritet fatura e qytetarëve dhe nga 50 deri në 100% për kompanitë. Ky është rreziku që i kanoset qytetarëve kur komuna lidh marrëveshje publiko-private. Privati gjithmonë ka interes përfitim financiar, ndërsa komuna, e cila nuk është e aftë të ofrojë shërbimet e duhura dhe të jetë në shërbim të qytetarëve, i ikën përgjegjësisë duke lidhur marrëveshje të dëmshme që zhvasin banorët e Tetovës. E hëna do të tregoj kë do mbrojnë këshilltarët komunal. Interesin e qytetarëve që u dhan votën për t'i përfaqësuar apo biznes interesat që lidhen ngushtë me klanet partijake. Kryetari i Këshillit Komunal nga koalicioni Vlend që ka dhe shumicën Yusuf Abduli, thotë se kërkesa e Saubermacher do të shqyrtohet. Sipas tij, janë duke diskutuar edhe mund të ketë një rritje të vogël, por jo aq sa të rëndohet buxheti i qytetarëve. Ne si grupi këshilltarëve jemi në diskutim dhe kemi vërejtjet tona të cilat do t'i shpalosim në seancën e radhës. Do mundohemi që të gjejmë një zgjidhje dhe që mos ketë rritje ose mos pranohet kjo kërkesë e Saubermacherit, që të ketë një rritje e cila nuk do ndikojë në ekonominë e qytetarëve të Tetovës. Në fillim të vitit 2024, në Tetovë fut operatori privat për grumbullimin e mbeturinave, me çka ndryshoi edhe mënyra e pagesës. Nga pagesa për kokë banori siç ishte më parë, ajo u bë për metër katror, gjë që rriti faturat. Një pjesë e qytetarëve madje u dërguan te përmbaruesi për shkak të mospagesës me kohë ose mosarritjes së faturave.